Po, vallaj, viqat shkojnë 6 euro e gjys. Klove ka mështira 4 e gjys, ka lop 3 e gjys, e qysh mos, qysh të. Kur po i përmendim çmime, të pyeta sepse përveç ndoshta që e bëni me dëshirë këtë punën të çenurit fermar, e cek edhe vetë që deshte e keni një lloj mbijetese ndoshta për me mbajt familjen ose veç mbijetesën e kemi, veç pikë kësaj lamine. Me dhan edhe me lop. Po tash lop edhe pikë këtyne viqave, edhe pikë këtyne viqave të vogël këne, dikun janë ja për 50 copa janë. 52-3 copa po, dhe ato lopë nalë që i kemë qumshtore që ato milën janë qumshtore nalë, këto tjera janë borsa dhe me viqa. Janë lopët të gjitha vendora, apo ke edhe racat të tjera? Ja, ka dhe raca që ato janë ardhë dhe Bugarije, që ato janë qumshtore nalë, tani ka Olshtaje, ka Cimental dhe gjithë shka. Kur i ke importu këto nga Bulgaria? Tash s'punni? Jo, që 2 vjetë. Që 2 vjetë. A janë ambientu mirë? Që Po, janë ambientu mirë në shumë. Armendi tha se lopët e tij ende nuk i kanë nxjerrë për kullos, e kjo për një arsye të veçantë. Tash na jemi vetë në sezonën e pranverës, edhe po besoj që në këtë kohë veç vjen koha kur ato duhet me dalë për kullosje. E ke planifikuar ndoshta një ditë ose datë caktuar kur kimë nxjerr apo je ty alon kohës? Jo. Këto zakonisht dalin veç mas korrikit, mëse të kryin në korna sen, lirohet fusha këto se për momentin nuk kemë bujnë shumë. Për momentin do të rrinë që të mrana. Të gjitha janë lopë qumështore? Jo, të kalzova shumica janë me viqa, ato nalë veç janë qumështore dhe janë borsa dhe me viqa. Ka kërkesa të mëdhaja për mish? Ka. Sa po shkon kilogrami mishit në këtë rajon? Po, vallaj, viqat shkojnë 6 euro e gjys. Klove ka mështira 4 e gjys, ka lop 3 e gjys, e qysh mos, qysh të. Kur po i përmendim çmime, të pyeta sepse përveç ndoshta që e bëni me dëshirë këtë punën të çenurit fermar, e cek edhe vetë që deshte e keni një lloj mbijetese ndoshta për me mbajt familjen ose veç mbijetesën e kemi, veç pikë kësaj lamine. Me dhan edhe me lop. A prandaj po du me undal tash jeni edhe tregtar që shisni dhe blini lop? Ma pak. Ma shumë veç në 2 sezona. Kur janë ato sezona? Ngusht edhe në vitri. Po në që do 2 sezona? Tash për kurban, po. Për kurban tash do të flasim në përdelet, po du me undal shkurtimisht të këto. Sa është ndoshta ajo çmimi që ju mundoheni me sa bleni dhe sa shisni? Lopt, do të thonë që i kemi ferm. Me çfarë çmimi del Armendin treg? Po tash me çfarë çmimi po mendon dal në treg për shkak sa më i bën për shembull për ngusht edhe për vitri. Po zakonisht 50 ngusht, 50 në vitri. Që aty pori i qesëm. 50 copa ngusht, 50 në vitri.